A e dini se njerëz modern kanë jetuar në Kosovë që para 60.000 vjetësh? Po, në një vend të fshehtë në rajonin e Drenasit, një ekip arkeologësh nga Universiteti i Tubingenit dhe Instituti Arkeologjik i Kosovës zbuluan dëshmitë e para që ndryshojnë historinë, jo në një shpellë, por në natyrë të hapur. Janë gjetur artefakte të periudhës së Paleolitit të Mesëm, të datuara 50 deri në 60.000 vite më parë. Arkeologët gjerman dhe kosovar e quajnë këtë moment historik, sepse vendos Kosovën në të njëjtin rresht me vendet më të vjetra të banuara në Evropë. Ky zbulim tregon se Kosova ka qenë një vendbanim i hershëm njerëzor, jo vetëm një tokë tranziti. Kjo është hera e parë në histori që ka një provë të qartë për praninë e njeriu të hershëm në territorin e Kosovës. Një dëshmi që tregon se kjo tokë nuk ishte vetëm rrugë kalimi, por vend ku njerëzit jetonin dhe krijonin. Ky është një kapitull i ri për Drenasin dhe për të gjithë ne. Komentoni se çfarë mendoni për këtë zbulim epik. Ne jemi histori epike, aty ku e kaluara rilind.